Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Fakt Plus drejt për drejt këtu në Tribuna Channel. Tashmë kemi dy koalicione të zyrtarizuara, dy bloqe, PDK, AK, Nisma dhe LDK, AKR Alternativa, të cilat do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme të 11 qershorit. Për qeverisjen e deritanishme, prishjen e koalicionit, progresin që është arritur për gjatë këtij mandati, ne do të flasim tashmë me dy taborët, dy ish partnerët në fakt të koalicionit qeverisës që qeverisën deri më tani, LDK dhe PDK. Të ftuar sot në studio janë zëvendës ministri në detyrë i punëve të brendshme Valdet Hoxha, mirë se vini, nga radhët e LDK-s. Dhe ish zëvendës ministri i integrimeve Ramadan Ilazi nga PDK, mirë se vini. Faleminderit për ftesën, fitore. Po nisim me juve, pasi që keni qenë në detyrë në Ministrinë e Integrimeve si zëvendës ministër i kësaj ministrie, cili është progresi që është arritur gjatë asaj periudhe sa ju keni qenë në këtë ministri? Po, janë arritur rezultate qendrore në marrëdhëniet midis Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kuptohet dy arritjet kryesore kanë të bëjnë me hyrjen në nënshkrimin dhe hyrjen në fuqi të marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, e cila është një marrëveshje që vendos marrëdhënie kontraktuale midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian, siguron që procesi i integrimit evropian nuk është vetëm një perspektivë deklarative, por është një obligim kontraktual tashmes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje po ashtu ka krijuar një hapësirë tre zhvillimi për sektorin ekonomik të Kosovës dhe po ashtu ka krijuar një bazë për një marrëdhënie tre politike me BE-n. Ministri i Integrimit Evropian, ish ministri Çollaku dhe unë kemi punuar drejt për drejt në këtë proces. Po ashtu arritja tjetër kryesore do toja, e cila ishte një arritje të cilën e kanë pritur gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, por e cila nuk u arrit të konkretizohej gjatë vitit të kaluar, është dhënia e rekomandimit për liberalizim të vizave. Kjo ka qenë një arritje fal punës që është bërë në koordinim të Ministrisë së Integrimit Evropian, por punës nga gjithë institucionet përkatëse në përmbushjen e kushteve të udhëheqësit për liberalizim të vizave. Por përkundër kësaj është bërë një punë jashtëzakonshme e lobimit, e avokimit tek shtetet anëtare dhe institucionet e Bashkimit Evropian që në maj Kosova të merr këtë rekomandim. Gjatë dhënies së rekomandimit në maj u parashtrohen edhe dy kushte për vendimin final. Këto dy kushte tashmë qytetarët e Kosovës i njohin mirë. Kushti i parë kishte të bënte me përmirësimin e arritjeve në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, ndërsa kushti i dytë kishte të bënte me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. I cili kusht nuk u arrit as gjatë këtij mandati? Siç e dim, pra rezultati në përmbushjen e këtij kushti nuk ka qenë i kënaqshëm dhe nuk është arritur që ky kusht të përmbushet, rrjedhimisht edhe procesi i liberalizimit të vizave mund të themi që është shtyr. Besoj që kjo ka qenë vendumërimi që filluam të bëjmë si shtet, ka qenë një arsye e cila ka nxitur një rishikim politik dhe strategjik në interes kombëtar të Kosovës, në mënyrë që të zhbëhet bllokimi që u bë. Këto janë dy arritjet kryesore, ka pasur edhe arritje të tjera. Megjithatë, ne do të ndalemi prapë te liberalizimi i vizave dhe demarkacioni. Të veçoj një arritje tjetër të rëndësishme që ishte nënshkrimi i marrëveshjes kornisë për çastje në programet e BE-s që do t'i ndihmoj gjithë jo vetëm sektorit të ekonomisë, por edhe sektorit të tjerë në shoqëri që të rrisin shkëmbimin me Bashkimin Evropian dhe shtetet anëtare të BE-s. Ne do kthehemi prapë te temat e liberalizimit i vizave dhe marrëveshja për demarkacionin, ndërsa kalojmë te progresi që është arritur gjatë këtij mandati, pasi që tani po shkojmë në zgjedhje të parakoshme, progresi që është arritur në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Natyrisht, siç edhe filloi zoti Ilazi, ka rezultate qendrore dhe kjo dëshmon që qeveria e Republikës Kosovës, që tashmë është në detyrë e udhëhequr nga akademik Iksa Mustafa, ka qenë një nga qeveritë më të mirat mas luftës dhe për herë të parë kemi arrit me nënshkruar marrëveshje, me hyrë marrëveshje kontraktuale me BE-n, madje edhe si Ministri e Punëve të Brendshme kemi arrit edhe shumë marrëveshje, për shembull një ndër marrëveshjet më të rëndësishme është edhe
marrëveshja me një agjenci të Bashkimit Evropian, pavarësisht që nuk jemi pjesë e BE-s, por që jemi konsideruar si partner serioz me Frontexin, është fjala marrëveshja me Frontexin si agjenci e BE-s për me i kontrollu kufit e jashtëm të BE-s, dhe tashmë Ministria e Punëve të Brendshme ka përfaqësuesin e vet në Frontex dhe me të drejta të plota. Po ashtu fushat kruciale të cilat ne i kemi menaxhuar si Ministri e Brendshme janë terrorizmi, ekstremizmi dhe çështjet e migrimit, cilat fusha ne jemi vlerësuar si nga partnerët ndërkombëtar, po ashtu edhe nga mekanizma të tjerë, madje në fushën e terrorizmit ne kishim rastin edhe të liderëve botror, vizitat e fundit, cilat falën në piedestal për mekanizmat e Ministrisë Punëve të Brendshme për në tërësi të Republikës Kosovës në luftë kundër këtyre dukurive deviante, dhe u vlerësua që Republika Kosovës është kampion rajonal në luftimin e terrorizmit, ekstremizmit dhënshëm, por edhe unë sot para si marrë në debat isha në një konferencë ndërkombëtare të organizuar prej JOM-it dhe UNHCR-it për çështjen e migrimit, dhe unë i njoftova për rezultatet konkrete që qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë në kuptim të parandalimit të migrimit paletshëm në radhë parë, pastaj edhe në krijimin e kushteve që këta qytetarë cilët kanë migruar në mënyrë të parregullt ti reintegrojmë me pakot reintegruese dhe ti mundsojmë që ata të kthehen në jetën shoqërore ekonomike të vendit. Pra po flasim për rezultate që jo vetëm ne po i vlerësojmë si punë kryerës në këtë kuptimin institucional, por që është dhënë vula vërtetësisë edhe nga aktorët e ndryshëm ndërkombëtar, siç është edhe për politika tjera ekonomike, nëse më lejohet dalë edhe jashtë Ministrisë Punëve të Brendshme, për shembull dihet që pakoja fiskale ne implementuar nga Ministria e Financave rezultoi shumë e suksesshme, dhe këtë mund t'i pyesni ju prodhuesit, cilët marrin të ardhat konsiderueshme nga kursimi i pagim tatimit në fazën e parë të hyrjes landës parë në kufi, që ka krijuar një stabilitet financiar, dhe natyrisht dhe fatkeqësisht po them që pako 2 fiskale u pengua që të filloj së implementuari, por po besoj që është një pauzë e shkurtër dhe do t'i vazhdojmë projektet prej 12 qershorit e tutje. Derisa po numëroni sukseset që keni arritur dhe po thoni se qeverisja Mustafa ka qenë qeverisja më e mirë pas luftës, këtë nuk e thot partneri juaj i koalicionit, i cili ju akuzon se keni dështuar në procese. Unë fillova fjalimin me konstatimin e zotit Ilazit që tha ka rezultate qendësore. Dhe kjo tregon që ka pas rezultate, ka pas vendimarrje. Megjithatë PDK akuzon LDK-n se për dështimin e proceseve të mëdha fajin e ka LDK dhe jo PDK. Po shiko, nëse debatojmë për PDK-n, nuk është era parë që ka përdorur këtë taktikë ndaj partnerit koalicionit, kështu që për ne ka qenë e pritshme, por që ne kemi mërri, si që tha zoti Lazi, në nënshkrimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, që është hapi i parë drejt, po quajmë në rrugën një drejtimshë drejt Bashkimit Evropian, dhe kjo i ka hapur perspektivë të madhe të vendit. Natyrisht ka shumë rrugë për deri në finale, pastaj rezultate tjera në fusha tjera, siç është rritja e pensioneve. Ka qenë një lëmosh prej disa erave, tash është 170 euro, është shumë pak, por është disa fish më e madhe. Për herë të parë pas luftës, qeveria e Republikës Kosovës e udhëhequr nga Isa Mustafa ka filluar të paguajë pensionet për veteranët e luftës. Janë disa mira, po shqyrtohet që është listë e fryrë, megjithatë ka filluar pagesa. Janë rritur ndihmat sociale. Domethënë ka rezultate të prekshme. Komisioni Evropian na ka, si më thon, kemi pas si barë që ti realizojmë 95 kritere teknike. Të gjitha këto kritere përveç njërit kush demarkacionit janë plotësuar. Dhe është konstatim i Komisionit Evropian që Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret teknike për të vënë nga Komisioni Evropian përveç kushtit demarkacionit. Madje në këtë kontekst, Ministria e Punëve të Brendshme, unë jam shumë i lumtur që isha pjesë dhe jam pjesë e Ministrisë e Punëve të Brendshme, për shkak se nga 95 kritere të vëna kusht nga Komisioni Evropian, 80 nga to kanë qenë në barë të Ministrisë Punëve të Brendshme dhe ne kemi implementuar në Zoti Ilazi, konsideroni ju se qeverisja Mustafa ka qenë qeverisja më e mirë që nga pas lufta? Duke i pasur parasysh se tashmë qëndrimet i keni të qarta rreth qeverisjes dhe koalicionit që keni pasur. Ta sqarojmë që ndarja
ose shkuarja në zgjedhje është bërë me qëllim të interesit kombëtar të zhbllokimit të vetënumërimit. Por qytetarët e Kosovës është e qartë se cila është adresa e atij vetënumërimi dhe cilët ishin akterët politik që bllokuan një vendim të interesit kombëtar për Republikën e Kosovës. Tani, unë e kuptoj, Valdetin kemi qenë kolegë për një kohë në qeveri, e kuptoj taktikat e debatit, por rezultatet që po i numëron Valdeti, shumë prej tyre janë trashëguese. Nuk janë rezultate të iniciuara nga kjo qeveri. Flet për pagesat për veteranët e luftës, ajo ishte nismë legislative qeverisë së kaluar. Më së ani kemi trashëguar pothuajse proces të përmbyllur. Dhe shumë në kuadër të udhërfyesit për liberalizim të vizave është bërë një punë prej vitit 2012 në plotësimin e atyre kushteve dhe rezultatën e luftën kundër krimit organizuar, terrorizmit e tjerë. Këto janë rezultate falë punës së palodhshme të ekspertëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, po dhe shërbimeve të tjera të sigurisë dhe policisë së Kosovës, dhe nuk duhet ne t'i politizojmë këto arritje, sepse ky është një shërbim apolitik që i shërben një agjende shtetërore. Dhe nuk duhet ndërtojnë platforma politike sepse dëmtojnë të rrezikojnë imazhin e këtyre institucioneve dhe unë do të isha më i kujdesshëm që ti keq përdori ato sektor. Por rreth lufta kundër terrorizmit, iniciativa për hartimin e strategjisë kundër ekstremizmit të dhunshëm është diçka e trashëguar, sikurse që është strategjia e rishikimit të sektorit të sigurisë. Kjo po i vjen se të gjitha proceset kanë qenë të trashëguara. Që i numëroj Valdeti këtu, shumica prej tyre. Tani kemi disa vendime të rëndësishme të cilat e presin Kosovën në të ardhmen dhe këtu duhet jetë edhe fokusi i shkëmbimit tonë në këtë debat me Valdetin dhe në mënyrë që të kemi një diskutim se cili është opsioni më i mirë. Janë vendime të mëdha. Fillimisht në fushën e integrimit euroatlantik. Është vendimi që e pret Kosovën për themelimin e ushtrisë. Është një vendim që është në kuadër të procesit të përmbylljes së shtetformimit të Republikës së Kosovës. Është një proces që ende ne nuk e kemi përmbyllur dhe kjo përmbyllje e këtij procesi do të bëhet kashi procesit të avancimit në raportet me NATO dhe Bashkimin Evropian. Janë vendime të rëndësishme që presin qeverinë ashme në përmbylljen e procesit të liberalizimit të vizave. Dhe vendime tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, hapjen e negociatave. Ndërkohë gjatë bisedës e thatë se e dim se kush i bllokoi procesin, sipas jush. Unë thash qytetarët e Kosovës nuk dua të paragjykoj në këtë aspekt, por ne kemi pasur deputet nga vetë partia e kryeministrit, të cilët kanë qenë zëdhënësit më të flakt kundër një vendimi. Tani ne nuk mund presim nga parti që në opozitë të shtrojnë qëllim të kuq për qeverinë, por presim nga deputet të cilët janë në pjesë e koalicionit, disa prej tyre nuk e votuan as zotin Mustafa për kryeministër. Mirë po kur vetë deputet e koalicionit krijojnë mëdyshe në vendimarrjen e qeverisë, nuk kemi se si të presim nga qytetari atëherë të shohë që kjo është një qeveri e vendimeve të mëdha. Prandaj prishja e koalicionit nuk është bërë me ndonjë kalkulim politik. Zoti Veseli e dorëzoi postën e kryeministrit tek një kandidat tjetër dhe kjo qartësi dëshmoi se qëllimi nuk ka qenë siç u propagandua që me çdo dyshim të vijë në udhëheqjet e qeverisë PDK-ja, por qëllimi ka qenë zhbllokimi i procesit të vendimarrjes në nivel kombëtar, sepse Kosova po humb kohë të çmueshme. Jëmë bërë punë të jashtëzakonshme. Kjo nuk është koalicioni i parë PDK, LDK, jemi një vend i vogël dhe kemi sfida serioze. Dhe këto sfida ne mund t'i arrijmë nëse kemi një konsenzus kombëtar mbi vendimarrjen. Edhe ky konsenzus kombëtar duhet të ndërtohet, sepse ndryshe nëse ne nuk tregojmë si shtet të gatshëm për vendime serioze dhe vendime të vështira, atëherë nuk kemi se si të presim respektin e të tjerëve. Unë thash që kemi arritje qendrore në fushën e integrimeve evropiane. Njëra prej këtyre arritjeve e cila ka mund të shënohet dhe për cilën Valdeti ka mund të flasë sot shumë do të kishte qenë edhe antarësimi në Europol. Por këto janë çështje ku ne duhet të bashkëpunojmë më mirë, sepse integrimi në NATO, integrimi në BE nuk është vetëm qëllimi një partie politike. Edhe unë jam i sigurt që në të ardhmen qeveria ashme do të bashkëpunojë edhe me opozitën në kuvend për të përmbushur shumë për të përmbushur këto obligime. Tani vendimi me 11 qershor për qytetarin e Kosovës është vendim mes atyre që mund të marrin vendime të rëndësishme shtetërore,
apo rikthim në vend numërim, sepse nuk shoh që do të ketë ndryshim nëse nuk kemi një ekip udhëheqës në krye të shtetit të Kosovës, të cilët janë të dëshmuar për vendimarrje të serioze. Por si do ja bëni tash me marrëveshjen e demarkacionit? Ju keni një koalicion me AK-nismën dhe qëndrimi i tyre është kategorik që kjo marrëveshje nuk shkon në verzionin aktual. Si do e zgjidhni këtë? Apo do mbetet liberalizimi prap peng? Jo, liberalizimi i vizave do të përmbyllet edhe si do të përmbyllet? Çështja tashmë është dhënë një informacion që ka një vullnet që të ketë një bashkëbisedim shtetëror me Malin e Zi për të gjetur një zgjidhje e cila përderisa adreson shqetësimet e ngritura, i mundëson Kosovës përmbylljen e këtij obligimi. Dhe qeveria e ardhshme do të delë sigurisht me një platformë konkrete të adresimit. Por kjo do të jetë ndër temat e para sigurisht që presin qeverinë e ardhshme, sepse liberalizimi i vizave është tashmë i vonuar. Por kjo opsion pse nuk u bë gjatë këtij mandati për të zgjidhur problemin? Kjo është një pyetje shumë e dur. Ne kemi një udhëheqës të shtetit, një udhëheqës të aspektit ekzekutiv të shtetit. Edhe kur ne nuk kemi një drejtim të qartë prej liderit të qeverisë në mënyrën se si mund të shkojmë tutje, unë mendoj që ka mund të bëhet më shumë këtë drejtim që të ketë një zgjidhje, atëherë vendnumërimi nuk është opsion për një shtet i cili nuk e ka përmbyllur procesin shtetformues. Pra po e them, vendimet e vështira nuk janë vendime të lehta, rrjedhimisht, por janë vendime të cilat do të mirën nga liderë të cilët e kanë përvojën, por edhe kanë kapacitetin që të marrin këto vendime vështira. Unë besoj ekipi udhëheqës Atëherë ju po thoni në bazë kësaj që po thoni, po i bie se kryeministri Mustafa nuk ka pasur vullnet që të rinegociojë këtë marrëveshje apo të bisedojë me Malin e Zi për të gjetur këtë opsion që po ofroni tani. Unë thash që sipas asaj që është thënë edhe nga zëvendës kryeministri Kuçi, ka pas një vullnet që të diskutohet mënyra e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përmbajtje të kësaj. Tani, sipas këtij informacioni, kjo mundësi nuk është eksploruar tutje. Sido që të jetë, Kosova ka një obligim ndërkombëtar, edhe qeverinë e ardhshme e pret një vendim për të përmbyllur demarkacionin, jo vetëm sepse do të mundsoj liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës, por sepse demarkimi i kufirit me Malin e Zi është në interes të përmbylljes së procesit shtetformues të Kosovës. Dhe sigurisht zoti Hoxha do të na jep një shpjegim rreth kësaj, se nëse ka pasur një vullnet dhe një opsion, atëherë pse nuk është vepruar? Patjetër që do t'i përgjigjem disa çështjeve. Dhe konsideroj që pikërisht çështja e prishjes koalicionit është tek vullneti. Madje tek vullneti i hekurt i kryeministrit Mustafa që t'i shtyn përpara procesit. Vullneti i hekurt i kryeministrit dhe i kabinetit të kryeministrit që mos ketë në kabinetin e tij asnjë ministër apo zyrtar tjetër të lartë me afera korruptive. Vullneti i hekurt që duke trashëguar 400 milion borxhe nga qeveria kaluame, borxhe publike, t'i lajt gjitha borxhet dhe t'a shton për 400 milion buxhetin plus, që i bjen dallim rreth 800 milion euro, duke mri në mbi 2 miliard euro buxhetin. Vullneti i hekurt për të suspenduar, për të larguar nga puna qoftë edhe ministër, qofse i ngritet aktakuza. Vullneti i hekurt me hek lakun prej njerëzve me afera korruptive, me liru institucionet për afera korruptive. Prandaj ky vullnet bëri që të interpretohet si gjoja mungesë e vendimeve të mëdha, që në realitet janë marrë vendime më të mëdha në qeverinë e pas luftës, të udhëhequr nga zoti Mustafa. Prandaj natyrisht janë të kuptueshme. Po të mos isha modest, do t'i tregoja ndoshta të gjitha, po formati i emisionit është më i shkurt, por këto janë konstatimet të Fondit Monetar Ndërkombëtar, janë të agjencive ndërkombëtare, nuk i kemi thënë ne. E kanë thënë zëvendës presidenti Biden për institucionet e vendit, e kanë thënë edhe njeriu kryesor i Partisë Demokratike, zoti Kuçi, i cili ka qenë kritikon qeverinë për mungesë marrjes vendime, ndërsa njeri i parë më i fuqishëm brenda koalicionit, përfaqësuesi i parë i PDK-s në qeveri, është kundër demarkacionit. Si mund të procedohet në kuvend demarkacioni kur partneri kryesor nuk e jep lejen? Janë çështje politike, deri diku po i kuptoj, dhe nëse keni ndëgjuar me vëmendje debatin në mes zotit Kuçi dhe zotit Shala në Klan Kosova, kur pyet zoti Shala se pse nuk na keni njoftuar për prishje, për nëse e kemi pjesë të marrëveshjes,
thot ju kemi njoftu disa javë përpara. Nëse nuk arri marrëveshje, shkojmë me emocion. Atëherë lind pyetja, kush e inicoi emocionin? Nëse aq të sigurt ka qenë Partia Demokratike zoti Kuqi që do të ketë një inicim të emocionit edhe do të rrezohet qeveria, është pak duket si një skenar, por natyrisht e keni thënë edhe më herët LDK-ja se ky ka qenë skenari përgatitur natyrisht dhënë për me përfundu, po them që po të pritej akademik Mustafa deri në shtator, kam frikë që Partia Demokratike e Kosovës do delte forcë tretë ose katër, prandaj në këtë kontekstin edhe i kuptoj ngutin, por që në asnjë mënyrë ne nuk e kemi pranuar që eja të bëjmë marrëveshje, sepse mu më konvenon të shkojmë zgjedhje dhe ti përshtat në vullnetit tim. Dhe kjo i bjen sikur kur ne edhe ashtu të ri jemi me zotin Elazi, por kur kemi qenë edhe pak më të ri, kur dikush thotë ajde po luajmë edhe por me kusht që nëse m'lën me fitu. Kët nuk e kemi pranuar, serioziteti i qeverisë Mustafa besoj do të po thoni që PDK ju frikua suksesit të qeverisjes Mustafa. Pas një diskutim, këtë është vlerësimi përgjithshëm, është i ekspertëve të pavarur dhe do ta shihni do ta fillojmë edhe fushatën, do t'i prezantojmë këto suksese. Fjalën përfundimtare natyrisht do ta thotë qytetari me 11 qershor, por që një matematik, një skenar i realizuar, i menduar që të realizohet, fatmirësisht për të na nxjerrë neve si viktim këtë rast, si stopus të vendime të mëdha, fatmirësisht nuk u interpretua dhe nuk u plasua ashtu siç deshti partneri deri tashmë i koalicionit, por që tashmë jemi në garë dhe me partnerët e ri të koalicionit, me AKR-n dhe me Alternativën, unë sapo erdha nga një takim i kryeministrit të ri zotit Hoti me të rinj të lidhjes demokratike dhe ishte një entuziazëm i pashoq që ne na mbush me shpresë që ka dhënë dorëheqje zoti Mustafa si kryeminist? Jo, zoti Mustafa është kryeministër në detyrë dhe ka dhënë shembull për liderët, madje i ka vënë sprovë se në momentin kur nuk shkon deri në fund një garë politike pavarësisht rrethonave dhe në interes të partisë, është në gjendje që edhe pse një nga kryeministrat më të suksesshëm të vendit të shojnë rrugë për gjeneratën e re, dhe sot për shembull kishte disa fjalime pas kryeministit të ri zoti Hoti, ishte zoti Deda, i njëjtës gjenerat me zotin Hoti, ishin zoti Selmane, zoti Abdigjiku, dhe më thonë është një gjenerat e artë e cila po jep shpresë për qytetarët e vendit. Vjen mirë që më në fund kemi një përpjekje për të hapur LDK ndaj gjeneratave të reja, sepse megjithatë LDK-ja ka qenë pjesë e proceseve të rëndësishme politike para dhe pas luftës. Dhe këto janë sinjale pozitive, unë shpresoj që energjia e re me të vërtet do të arrijë të integrohet në LDK dhe do të kemi një LDK më energjike, më aktive dhe më të gatshme për të ballafaqoar me vendime të rëndësishme të procesit shtetformues. Valdeti tha që po të presim akademik Mustafën. Kjo problemi që qytetarët e Kosovës dhe Kosova nuk ka kohë të pres. Ne nuk mund të presim që liderët shtetëror të kalkulojnë mbi baza të tjera dhe jo të interesit publik vendime të mëdha. Qytetarët e Kosovës e votojnë partitë politike dhe liderët për të marrë vendime të rëndësishme për vendin dhe për të çuar vendin përpara. Liberalizimi i vizave nuk mund të pret më, formimi i ushtrisë, avancimi i marrëdhënieve me NATO-n, adresimi i sfidave në krijimin e vendeve të reja të punës, gjitha këto kërkojnë vendime të mëdha dhe serioze nga qeveria e ardhshme dhe ekipi udhëheqës Veseli Haradinaj, jo një ekip i cili nuk sfidohet lart nga vendime të mëdha. Pra është ekip i cili mund të merë këto vendime të mëdha, ka pjekurinë edhe përvojën e nevojshme shtetërore. Tani vetë largimi i zotit Mustafa nga një pjesë e publikut mund të jetë interpretuar pikërisht si një tërheqje nga presionet për të marrë vendime të mëdha. Prandaj qeverinë e ardhshme nuk është një qeveri e sfidave teknokratike nëse mund të themi, por është një qeveri e sfidave të vendimeve të mëdha shtetformuese. Edhe këto vendime të mëdha shtetformuese nuk mund të merren nëse nuk ka kapacitet politik të mjaftueshëm për të ballafaqoar edhe me pasojat, por edhe me të mirat e atyre vendimeve serioze. Tani, prishja e koalicionit ka qenë vendim i Kuvendit të Republikës Kosovës.
nuk është votuar vetëm nga partneri, si thot Valdeti, por është votuar nga deputetët e Kuvendit Republikës së Kosovës. Ata deputet i dhanë mandat që kanë qenë Partisë Demokratike dhe të opozitës, dhe asnjë delegat nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe secili deputet, siç edhe ka qenë konteksti politik, ka një përgjithësi llogaridhënie ndaj qytetarit për vendnumërimin e të cilin ne ishim si shtet, edhe vazhdojmë të jemi. Megjithatë nuk u përgjigjet se nëse ka qenë ky skenari përgatitur mes partive opozitare dhe PDK-s. Skenaret nuk mund të bëhen të tilla që minojnë integritetin e Kuvendit Republikës së Kosovës. Është bërë qartë që Kosova filloi të vendnumëroj. Vendnumërimi nuk është një opsion as për qytetarët edhe as për ne. Prandaj, vendimi në Kuvendin e Republikës së Kosovës, i njëjti institucion i cili i dha besimin kësaj qeverie, mangu disa deputet të grupit parlamentar të DDK-s, pavarësisht asaj, mandati që i është dhënë kësaj qeverie ka qenë mandat për të marrë vendime të rëndësishme në fushën e integrimit euroatlantik. Dhe kjo qeveri nuk arriti të përmbush këtë obligim. Dhe i njëjti institucion që i ka dhënë këtë mandat qeverisë, edhe ja ka tërhekur. Sepse nuk ka pas me sa duket ose përkrahje ose vullnet për të ballafaquar me vendime serioze. Tani, qeveria ashme thash është qeveri e vendimeve të mëdha. Edhe ka një kepudheqës në koalicionin PDK-AK-Nisma dhe të partive të tjera që janë bashkuar këtij koalicioni, që këto vendime të mëdha të merren dhe të zbatohen. Edhe kjo vendimi i një qershorit dhe i qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse nuk mund të presim as zotin Mustafa për askën tjetër, sepse thjesht siç e tha edhe me një deklaratë ambasadori Delavi, nuk mund pret bota zhvillimin ndërkombëtare Kosovën që të merret me veten, sepse nuk kemi kohë. Edhe ne jemi në një pozicion kur duhet të dëshmojmë veten si partner racional edhe i Bashkimit Evropian edhe i NATO-s. Edhe me këto zhvillime që kemi, me mungesën e energjisë projektuar në procesin e vendimarrjes kombëtare, nuk tregojmë respektin e duhur. Zoti Biden ishte në Kosovë, ishte sekretari i shtetit i atëhershëm, dhe nëse dhe këta dy lider të aleatit më të fuqishëm të Kosovës nuk arritën të bindin qeverinë për vendimet e rëndësishme që duhet mirën, atëherë ne nuk e fitojmë respektin edhe nuk e vlerësojmë respektin me partnerët tonë strategjik duke ikur për vendimeve të mëdha dhe serioze. Natyrisht. Por duke marrë si vendime. Këtu pajtohem, madje. Por qeverisja ka qenë e përbashkët, ka qenë e DDK-s dhe PDK-s, ju keni qenë partner të koalicionit. Atëherë për të bindur. Por qeveria ka pasur një lider dhe ai lider ka pas edhe përkrajen kryeministri Mustafa u zgjedhur me votat e deputetëve të PDK-s. Kjo qeverie ka pas përkrajen për një mandat shumë të qartë dhe të caktuar mirë. Avancimin e Kosovës në marrëdhëniet euroatlantike. Në momentin kur lideri kësaj qeverie rezultate enorme të prekshme, ju ndërprej mandati. Se? Pikërisht nga vendnumërimi ju ndërprej mandati. Vendnumërimi? Buxheti mbi 2 miliard euro është vendnumërim? Buxheti mbi 2 miliard euro. 400 milion trashëguara borxh. Modestin. Është vendnumërim? Nëse mund të shpjegoj. Ose vendimet të mëdha, ndoshta po i quheni vendimet e qeverisë kaluar për aksosin, për Z-Mobile-in. Jo na piqu vendimet të qeverisë së kaluar, domosdoshmërisht tjetë vendim i madh, po tjetë vendim i drejtë, pajtim me ligjin, me kushtetutën, me vullnetin e qytetarëve të vendit. Absolutisht. Jo improvizime, skenare të vendime të mëdha, pastaj pagesa prej 30 milion, 5 milion, 20 milion dame shtetit. Për këso vendimet mëdha, nuk kemi nevojë, as ne as qytetarë. Kemi nevojë për rritjen e buxhetit, me 1.2% rritjen e GDP-s për kokë banore i kemi trashëgu, sepse falet më herët për trashëgimin e disa proceseve. Natyrisht, qeveria edhe zoti Mustafa, dhe gjithë ne duhet jemi pragmatist, edhe qeveria e 11 qershorit duhet vazhdoj këtu ku paktën pjesa juaj ku e ka lënë, do ta vazhdojmë ne, apo kupton? Mirë po, 1.2 rritja e GDP-s botërore e trashëguar, rritja mbi 4%, sot që po flasim, e pranuar prej Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja e pagave në mënyrë racionale në pajtim me Fondin Monetar Ndërkombëtar, pa u prishme ta. Dakordimi me gjitha organizatat buxhetore, FMN e kështu e tjera,
për një stabilitet financiar, janë vendimet mëdha. Për këto vendimet mëdha po flasim. Këto janë vendimet cilët kanë kriju një stabilitet financiar. Miratimi i ligjit për investime strategjike është vendim i vogël. Ajo është bërë me qëllim që t'i sjellë investitorët e huaj, me qëllim që të krijojmë vende pune, marrëveshja me organizatën gjermane shtetënore GIZ për punësim, viza punësuese për trinj tanë, për familjarë tanë, për shkollim. Unë çdo ditë si koordinator për migracion jam në kontakte me JOM, me UNHCR, me GIZ-in gjerman, me projektin famshëm DIMAK të qeverisë gjermane që ndihmon punësimin e të rive, dhe nesër do të jetë një panajër i punës ku të rit kanë mundësi që të takojnë punëdhënësin potencial tyre nesër në panajër. Këto janë hapa gjigant, natyrisht jo aty ku synojmë të shkojmë. Edhe ne jemi ndoshta për disa pjesë pak në ashur vetë, sepse nuk mund të jemi idealist. Por nëse krahason qeverinë e kaluar, zoti Lazi, ke pas zyrtar të lartë me afera korruptive të papame në rajon. Atyre mas pak të ka shku menja për zhvillim ekonomik të veni. Prandaj, cila ka qenë sfida kësaj qeverie, me harxhu shumë energji, me konsolidu mas pari qeverisjen, me fut figura kredibile, edhe prej anës PD-s, keni ndëgju kryeministrin Mustafa, asnjë vrejtje nuk e ka për ministrat dhe zëvendës ministrat e PD-s. Sepse vlerëson se bashkarisht i kemi arritë sukseset, por që vjen me një fazë kur njënit partneri konvenon përkundër pikës 16 marrëveshjes që asnjë na palë të mos mbështet mocionin e opozitës, jo e ja shkojmë sepse neve na konvenon, kjo natyrisht ishte e papranueshme, por e kuptueshme sepse është veprim politik, cilin do ta vlerësojnë qytetarët e vendit me 11 qershor, dhe ne jemi të bindur dhe do t'ju prezantojmë qytetarëve gjatë ditëve të fushatës që vizionin tonë, tashmë kemi edhe një partner të koalicionit i cili kryesisht është i fokusuar në sferën ekonomike, siç është AKR-ja, por edhe alternativa me dy figura shumë të njohura, zotin Deda dhe zonin Kusari Lila, cilët po besoj që kanë prunë një frym të re, dhe me të drejtë zoti Lazi tha që mirë që u hap LDK-ja, pra edhe unë jam shumë i lumtur këtë ditë, sepse përkundër vonesës që gjithmonë kemi pasur vrejtje të mbrëmshme, tashmë është hap LDK-ja sepse ka kuptuar që LDK-ja nuk është vetëm parti politike, por është një koncept pak më i gjanë, dhe ne në parti e quajmë shpresë për vendin, shpresë për Kosovën, dhe këtë do ta qesim para qytetarëve të vendit, prej cilëve do të kërkojmë besimin për të shty këto, dhe siç e keni ndëgjuar dhe kandidatin për kryeministër tashmë zotin Hoti, por edhe ministrin e punës dhe mirëqenies sociale si zëdhënës i qeverisë, që përpjekjet serioze janë, madje të kalkuluara mirë që gjatë mandatit që do ta marrim me 11 qershor, do të shkojnë buxhet, do ta çojmë buxhetin në 3 miliard, mbi bazë reale, mbi bazë të politika fiskale, konkretisht do të fillojmë me implementimin e pakos 2 fiskale, dhe në këtë kuptim qytetarët do të shohin një frym të re, sepse tashmë është koha integrimeve, është koha ecjes përpara, është koha e njerëzve pa hipoteka kriminale, me të thonë me një fjalë, pa hipoteka kriminale, pa hipoteka të korrupsionit, jo me skenare, gjithë energjinë që duhet ta shfrytëzojmë për skenare ndryshme është mirë me kanalizu në drejtim të zhvillimit ekonomik, arsimimit gjeneratave të reja, siç fatmirësisht një ndër ta nuk e kam qartë financimin, por po e them kuptim të ngritjes profesionale të zotit Ilazi, shkollimin jashtë, dhe vetëm në atëherë ne mund të flasim për një Kosovë çfarë është trendi, çfarë janë pritjet e të rive, të cilët fatkeqësisht në vitet 2014-15 emigruan në mënyrë të paligjshme jashtë, por që fatmirësisht tashmë po kthehen dhe ne po bëjmë çmos që t'ju kthejmë shpresën. Dhe sigurisht edhe zoti Ilazi ka kohën dhe minutat në dispozicion për t'u kundërpërgjigjur në këto. Pra po e them që qytetarët janë lodhur nga propaganda dhe nuk besoj që sado Valdeti që mund të provoj të krijoj një fotografi të një realiteti, të një realiteti kosovar ku me sa duket problemet janë të pakta, realiteti tjetër real i jetës së përditshme të qytetarit tregon që
ne kemi një situatë serioze dhe probleme serioze, edhe besimi i qytetarëve të Kosovës në shtetin e Kosovës kur nuk ka qenë më i ulët se tani. Edhe ky besim, kjo mungesë e besimit në institucionet shtetërore është edhe rezultat i perceptimit të një qeverisje të dobët, të një qeverisje e cila nuk ka pas guximin e vendimeve të mëdha. Prandaj të mos përpiqemi të largojmë fokusin nga obligimet ndërkombëtare që ka marrë Republika e Kosovës. Cilat janë vendimet e mëdha, cilat nuk i ka marrë qeveria? Unë thash, në vendimet vendimi kryesor i cili kjo qeveri i ka ikur ka të bëjë me përmbylljen e procesit të liberalizimit të vizave. Dhe ky është patjetër. Për cilën zëvendës kryeministri i parë dhe partneri njëri më i fuqishëm i koalicionit i PDK, zoti Kuqi, nuk e ka votu. Jo, vendimi për mos të dërguar në kuvend, demarkacionin ka qenë i kryeministrit, edhe kryeministri e ka thënë publikisht që unë do ta dërgoj demarkacionin në kuvend atëherë kur unë do t'i kem votat për ta kaluar demarkacionin. E qarta ka qenë që zoti kryeministër nga fillimi i mandatit të tij është ballafaquar me mungesë të legitimitetit në vetë partinë e vet. Megjithatë edhe nga PDK-ja edhe nga LDK-ja ka pasur deputet të cilët publikisht edhe e kanë shprehur qëndrimin e tyre. Nga PDK-ja është dhënë qëndrimi. Në momentin kur është krijuar hapësira për të votuar, është dhënë qëndrimi zyrtar që grupi parlamentar i PDK-s do të votojë një zëri demarkacionin. Ky ka qenë një qëndrim i ofruar publikisht tani. Prononcim formal por që ju keni parë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara me deputet u Imerat. Po, çdo është jo ambasadori amerikan u desh të vi tek grupi juaj parlamentar dhe nuk arriti prap t'i binë deputet të cilët i kishit kundër. Dhe kjo tregon shumë për raportet me aleatët tonë strategjik. Cila është situata këtu? Tani, kemi një problem serioz në shtetin tonë, dhe ajo është vendnumrimi. Nuk kemi pas vullnet për unë të dëgjova gjatë propagandës, tash unë dëshiroj të flas për të ardhmen, sepse qytetarët e Kosovës tek e funit pavarësisht buxhetin mbi 2 miliardë euro. Pagesa po ky buxhet prej 2 miliardë euro milion, të cilat ju nuk është flisni. vendnumrim. Prapë po them, është një Rritja arritje mbi 4% nga 1.2 nuk është vendnumrim, po është rritje radikale. Arritjet e kësaj qeverie, siç e tha edhe vetë, janë të përbashkëta fillimisht. Edhe çështja tjetër është Atëherë ju e dini sektorin e zhvillimit ekonomik. Ne po themi e përbashkët. Kush ka thënë tani? Cili është problemi? Këto arritje, nëse ju i merrni këto parasysh, ju e dini që dy qeverit e kaluara kanë gjetur buxhetin me 500 milionë dhe ju e keni trashëguar me 1.5, 1.6 edhe më shumë. Edhe keni bërë në 2 me minus 400 milionë euro bërç, cilat janë realizuar, plus 400 nga qeverisja e kaluar. Natyrisht nga Këto qeverisja e kaluar. rritja e pagave në shërbimin publik, tek mësimdhënës, tek shërbyesit e sistemit shëndetësor, ne megjithatë nuk po ndalemi për të numëruar këto suksese për të legjitimuar kërkesën për përkrahje mendimit qershor. Kërkesa për përkrahje mendimit qershor ka të bëjë me kapacitetin për vendimarrje shtetërore. Ekipi udhëhec i cili prezanton në koalicionin Cilat do të votohet demarkacioni, asociacioni? Jo vetëm që do të përmbyllet obligimet shtetërore, sigurisht që do të gjendet mënyra për të marrë këtë vendim. A do të votohet çakori ka më met? Si unë thash që kemi një informacion, edhe ju ende nuk e keni sqaruar pse nuk është trajtuar oferta e malit të Zimës, se unë e kam kuptuar nga debat. Dhe kjo është një obligim që ju duhet ta... Është një keq interpretim i zotit Kuqi, në rregull, i takon kryeministrit ta sqaroj. E ka demantuar zoti Kelmendi, zëvendës kryeministri Kelmendi, i takon kryeministrit që ta shpjegoj të rrjedhën e debatit, jo vetëm pjesa ku i konvenon PDK-s. Jo, nuk po flasim për konvenim të një partie politike, po i flasim për konvenim të qytetarëve, sepse këto situata janë duke dëmtuar drejt për drejt qytetarin e Kosovës, i cili ende është izoluar dhe nuk mund të lëviz lirshëm. Edhe ne nuk e kemi qartë cila është zgjidhja edhe juaj që do të ofroni. Është e qartë që ne në këtë koalicion kemi një ekip udhëheqës i cili ka kapacitetin politik për të marrë vendime të mëdha, edhe vendime që avancojnë integrimin euroatlantik të Republikës së Kosovës. Duhet të përmbyllet izolimi i Kosovës, edhe i qytetarëve të Kosovës, duhet të rikthehet kredibiliteti dhe respekti për Kosovën si një shtet dhe akter racional i marrëdhënieve ndërkombëtare, edhe në marrëdhënie ndërkombëtare, i cili respekt dhe kredibilitet është dëmtuar nga paaftësia e shtetit
gjatë kësaj qeverie për të përmbyllur obligimet ndërkombëtare. Tani, për qytetarët nuk është treguar aftë për të përmbyllur obligimet. Dhe një qeveri e cila ka pas një lider të qartë, edhe një lider i cili ka marrë këto obligime në emër të qytetarëve të Kosovës dhe ka dështuar ti përmbush. Tani. Megjithatë, doja të qartësoja diçka, ju në koalicion jeni me AK-n dhe Nismën. Kandidati është Ramush Haradinaj. Ai edhe dje tha shumë qartë se kufiri do mbetet në çakord. Si do zgjidhet kjo? Do të ketë një qasje e cila do të siguroj që përderisa adresohen shqetësimet e ngritura, Kosova do të përmbush këtë obligim ndërkombëtar, edhe nuk do të shkoj gjatë. Unë besoj në momentin që përmbyllim këtë obligim, që ne edhe të kemi përkrahjen e pritur për anës së Bashkimit Evropian që të merr vendimin e duhur. Por është të rinegociohet marrëveshja nga se të ratifikohet marrëveshja për demarkimin e kufirit me Malezi dhe të demarkohet kufiri. Edhe ka opsione të cilat do të eksplorohen për të përmbushur këtë obligim. Dhe kjo zgjidhje jam i sigurt që do të artikulohet shumë qartë nga ekipi udhëheqës, nga personat të cilët... Por ju këtë mundësi, zoti Hoxha dhe zoti Ilazi e kishit edhe në mandatin e kaluar, pse nuk e bërë? Jo, mandatin e kaluar ka qenë qartë për qytetarën e Kosovës, kundërshtimet që janë bërë kësaj marrëveshje, edhe në bindjen time jo vetëm personale, por besoj që është edhe rregulli politik. Ky ka qenë obligimi i qeverisë së Kosovës, edhe qeveria e Kosovës në kuptimin teknik dhe praktik ka pas përgjegjësi të trajtoj këtë obligim. Dhe ne e kemi dëgjuar nga kryeministri te ka thënë që kur të kem votat në kuvend do dërgoj demarkacionin, një gjë e tillë në partnerët e koalicionit zotit Kuqi. Fillimisht ajo është dashur të siguroj votat e partisë së tij, të cilat nuk ka arritur, dhe nëse ai nuk arrin të bind deputetët e vet partisë së tij për këtë emocionit ka pas jetë në renditje demarkimit të kufirit. Mirë po që të zhbllokohet vetë numërimi me sa e di unë. Valdet, besoj unë ti nuk kemi qenë disa takime, por mund po kemi informata të duhura. Nga informata është që është dhënë opsioni për zhbllokim. Është dhënë opsioni që të zhbllokohet procesi vendimarrjes. Në renditje të nesërmen, pse u ngut mocioni? Nuk është pranuar. Pse nuk u prit nesërmen me prunë kuvend? Nuk është pranuar ky opsion. Nuk është pranuar ky opsion, edhe nga ajo që u raportua në media, unë nuk i kam informatat nga takimi brenda, por nuk u arrit as që në takimin me ambasadorin amerikan të ndryshohet mendimi i deputani. Nëse ju keni një kryeministri i cili nuk e ka përkrahjen e as partisë së tij për të shtyrë përpara agjendën e qeverisë së tij, ju posoni grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike ka qenë unik me çështjen e demarkacionit në takim me ambasadorin amerikan. Deputetët të cilët kanë dalë kundër demarkacionit. Unë nuk thash pro kundër. Jo, s'kanë qenë unik atë, do të krejt deputetët e LDK-s se kanë kundërshtuar. E ki komunikat publike të Lidhjes Demokratike pas takimit në grupin parlamentar, që ne jemi unik rreth çështjes së demarkimit dhe pas kanë bërë thirrje partnerët koalicionit që mos e votoni mocionin, e fusin në renditje demarkimin të nesërmen. Valdet, opinionet dhe qëndrimet e deputetëve të grupit parlamentar të LDK-s kanë qenë të qarta për publikun. Çështja këtu para nesh, cilën po e diskutojmë është, si mund të shkojmë tutje tani në zhbllokimin e procesit vendimarrës kombëtar në Kosovë. Si mund të kalojmë nga vendumrimi në vendimarrje. Edhe është e qartë që Kosovën e presin vendime të mëdha. Këto vendime të mëdha, themelimi i ushtrisë, avancimi i marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, sepse ne kemi një agjendë të reformave evropiane, të cilën e ka miratuar edhe qeveria, edhe Kuvendi i Republikës Kosovës, të cilën unë si zëvendës ministri i integrimit evropian kam pasur mundësinë ta diskutoj me Bashkimin Evropian. Reformat në kuadër të ERA-s, aplikimi për antarësim në Bashkimin Evropian, nuk mund vinë nga një qeveri e cila vuan nga perceptimi i pa aftësisë për vendimarrje të mëdha. Ne na duhet një qeveri e cila i merr vendimet e mëdha dhe e ka kapacitetin politik për të marrë vendimet e mëdha. Një kryeministër i cili nuk kontestohet nga vetë partia e tij, por një kryeministër i cili e ka përkrahjen e nevojshme për të marrë ato vendime. Tani, ky është dallimi
për cilin ne duhet diskutojmë. Dhe kjo vendimi mendimi qershor. Si mund më së miri, cila është oferta më e mirë edhe opsionet më të mira për të avancuar raportin me Bashkimin Evropian? Cila është alternativa juaj për të siguruar që Kosova do të ketë mundësi të aplikojë për anëtarësinë në Bashkimin Evropian? Si do të ballafaqohemi ne me obligimet që i kemi marrë nga Bashkimi Evropian? Vendime të cilat nuk kërkojnë vetëm fjalë propaganduese, po kërkojnë veprim konkret. Prandaj, edhe unë jam i bindur që LDK, pavarësisht pozicionit, si antare arshme Kuvendit Republikës së Kosovës, do të jep përkrahje, koalicionit fitos, a ka alternativa? Për e shoh Valdet që jeni shumë modest, por po them, si antar i Kuvendit Republikës së Kosovës, nuk thash opozit ose pozit, sepse ne nuk mund të përjashtojmë ndoshta edhe një çuditë ashme të rezultatet deri në më thellë, por ideja është që kemi obligim për të ndaj procesit shtetformues. Qytetari i Kosovës nuk mund të pres. Ne do donim, por nuk kemi kohë presim, sikurse Vitoria nuk ka kohë tash që ne të vazhdojmë në infinit pranvera, më fal, në infinit debatin tonë në lidhje me këto. Sigurisht dhe unë për shkak të minutave që kemi në dispozicion do doja një pyetje për zotin Hoxha. Do doja të sqaroja këtë pyetje nga se jemi në dilim. Shkaku i ata deputetë të cilët nuk e votuan, që kanë qenë kundër demarkacionit dhe që kanë shpreh mendimet e tyre publikisht, a janë duke u dënuar nga LDK-ja, nga se e kemi parë një reagim të deputetit, ish deputetit tashmë Shpejtin Bulliqi, i cili thotë se është përjashtuar nga lista. Unë me thot drejtën së disha në aktivitete edhe zyrtare edhe politike pas dite dhe nuk e kam përsjellë këtë rast, por desha të lidhur me një pjesë tyre deputetëve për cilët është perceptuar që do të votojnë kundër, dhe zoti Lazi thotë që këta janë kundër kryeministrit vet. Kanë qenë Valdet, nuk po e thamon, ata kanë votuar kundër, kur është zgjedhur. Kjo është një fakt, nuk jem duke krijuar unë. Dhe unë po them që nëse ju keni një kryeministër që nuk e ka përkrahjen as të deputetëve të tij, kjo është një problem. Një nga këta deputetë i cili nuk e ka votuar kryeministrin është edhe zoti Anton Çuni, i cili në emën të cilit unë nuk mund të flas, por mund ta përcjell atë që tha i drejt për drejt në Kuvendin e Kosovës. Tha zoti kryeministër, unë i kom njoft këta, nuk të kom votu ty se kom ditë që nuk mujnë me ta njek hapin. Prandaj s'kom votu se kom dash një partner më serioz të koalicionit në kuptim të atij grupi. Kjo do besoj do të jetë arsyeja e atij grupi. Për të tjerët nuk kam dieni sepse nuk janë prononcuar publikisht, por që gjithë kanë qenë unik rreth kësaj çështje, se çka do të thotë ai unitet, pse nuk e keni prit ditën e nesërme por e votuat në mocionin. Dallimin mes PDK-s dhe LDK-s është ndoshta edhe LDK-ja është, ju keni ndëgjuar gjithë që ndoshta ka demokraci tepër, të është vlerësuar. Sepse quhet dikush kundër kryeministrit dhe nuk përjashtohet nga partia. Voton kundër kryeministrit, nuk përjashtohet nga partia. Valdet nga ajo që kemi marrë vesh ne. Është një frymë që duhet të tolerohet, mendimi ndryshe. Patjetër, por realiteti me sa duket dhe në këtë kuptim ndryshe po raportohet, sepse edhe unë pajtohem që mendimet ndryshe duhet të respektohen në parti. Edhe deputetët e kanë mandatin e tyre të pavarur, por realiteti këto ditë që po raportohet nuk është ai tolerancës ndaj këtij mendimi ndryshe, sepse thellësisht edhe kryeministri besoj e kupton që keni ardhur në këtë pozitë edhe për shkak të kontestimit të vazhdueshëm, pozicionin ku do të me buxhet mbi 2 miliard. Jo, pozitën ku do të zhbllokohet me 4% rritje për GDP. Pozicioni ku do të zhbllokohet vendumrimi, qytetarët e Kosovës janë ende të izoluar. Pse zvotuan deputetë ju, 6 deputet kundër, pse ishin ambasadën amerikane? Edhe pozicionin sigurisht edhe zoti Lazi do na përgjigjet në këto. Unë po e them që vendumrimi në të cilën u gjen Kosova në raport me obligimet që i ka marrë, jo vetëm ndaj një obligimi të thjeshtë ndërkombëtar, ambienti më i bëjt biznes në rajon nga organizatat më prestigjioze ndërkombëtare. Ky është vlerësimi i fundit. Unë kuptoj obligimin që i sot në emision Valdet, por besoj qytetari po dëshiron të dëgjoj rrugën tutje, po rrugën tutje, realiteti ekonomik është një realitet i cili më së miri shihet kur dalim jashtë kësaj studie. Dhe ju ndëgjoni prodhuesit tregojnë për pakon fiskale ne. Obligimet ndëgjuar gjatë fushatës. Unë po e kuptoj
taktikën për të hequr vëmendjen nga obligimet e mëdha që nuk janë përmbushur, por po e them prap, obligimet që i ka marrë Kosova janë obligime ndaj së ardhmës euroatlantike. Edhe këto obligime duhet kryen. Pa diskutim. Edhe vendnumërimi në të cilën u gjen shteti i Kosovës nuk është diçka që ne kemi luksin ta bëjmë. Nuk kemi luks të presim, nuk është serioze të kërkohet prit në një ditë, se kjo nuk është një borxh që e kime të thjesht. Kjo është një obligim euroatlantik që qeverisë, sepse nuk është hera parë që PDH-ja e pren besë partnerin e koalicionit. Ajo është një vendim që ka marrë Kuvendi i Republikës së Kosovës. Dhe eja të bëj marrëveshje, sepse po më konvenon mu me shku në qershor, natyrisht është e patolerueshme, dhe ju po mendoni që i konvenon qershori PDK-s për çelë. Kanë menduar që i konvenon, por që fatmirësisht nuk do t'i konvenon, sepse jemi më të gatshëm se kurrë për ta qeverisë vendin, me partner serioz, me partner dëshmuar në fushën ekonomike, me frymë të re, dhe besoj ka mira mirë edhe juve, edhe pastaj në opozitë, sepse vërtet ka nevojë PDK-ja me dalë në opozitë, më kfjell për të mirë stabilitetit vendit. E rëndësishme është të ketë zgjedhjen këtë mos i hapë këtë debat zgjedhje të lira dhe ndershme, sepse ajo do të dëmtojë edhe më tutje imazhin e Kosovës, edhe në këtë aspekt. Momentin që do të formohet qeveria e re, janë obligime serioze dhe obligime të mëdha që e presin këtë vend, dhe ato obligime duhet të mirën nga një ekip udhëheqës që nuk i këtyre përgjegjësive, dhe e ka të qartë rrugën se si mund t'i adresojë ato obligime. Kryeministër, zoti Haradinaj apo zoti Veseli? Zoti Haradinaj do të jetë. Jo, nuk kam nevojë unë të jemi sigurt. Kjo përkrahje është dënë në mënyrë të hapur nga Partia Demokratike e Kosovës. Dhe dilemat që ju i keni, unë e kuptoj për brenda, por kjo dileme sa duket është absolutisht jo prezente te koalicioni i cili është arritur, edhe siç e thash është dëshmora njerë që nuk ka qenë qëllimi që të vijë në udhëheqjet e qeverisë PDK-ja, por të zhbllokohet vendnumërimi. Prandaj edhe është bërë një marrëveshje me lider, me një ekip udhëheqës i cili mund të marrë këto vendime të mëdha për Kosovën. Mirë po, pyetja për të dy, nga se jemi në minutat e fundit të emisionit, që të dyja koalicionet tashmë të ndara në dy bloqe, nuk janë mirëpritur edhe shumë nga elektorati dhe nga qytetarët, nga se i kemi parë dhe reagimet jemi dëshmitar. Pyetja për të dy, për koalicionet, për Valdetit po ja për parësi. A mendoni se do të humbni elektoratin me këto koalicione? Natyrisht që jo, do të fitojmë edhe atë pjesën qytetarët cilët kanë qenë të fjetër, sepse në fatkeqësisht kemi pas disa qarje të kaluara si lidhje demokratike, gabimi i kuvendit vitit 2006 po them na shokoi dhe sepse Partia Demokratike e Kosovës kur ka në pushtet ka pas më pak vota se sa në zgjedhjet paraprake, por ka ardhur në pushtet për shkak të thymbjes të lidhjes demokratike dhe po besojnë që rrethonat, unë quaj skenari i votimit mocionit, i organizimit dhe i votimit mocionit kanë gjallë një pjesë të tjetër të lidhjes demokratike dhe i ka bërë bashkë të gjitha forcat politike të spektrit djathtë dhe të qendrës dhe besoj që tashmë kemi situatën shumë atë qartë, kemi dy bloqe, por fatkeqësisht që ka një tendencë të kthimit të situatës në situatën e pas luftëve, dy bloqet dikush i quajnë bloku i luftës, por që unë nuk paraqej ta quaj ashtu sepse luftë ka qenë edhe në çuni dhe është sot në LDK, kështu që krahu i luftës dhe krahu i paqes, kështu edhe po. Që është e padrejtë sepse gjithë ishim luftë, gjithë jemi në paqe, por që është shpërndasje e tillë një ndakra, që mu nuk më pëlqen ta quaj ashtu, por situata e pas luftës ka tendencë të rikthimit, për çka është e papranueshme dhe ne po kujdesem që në mënyrë të qetë, mënyrë cilësore të prezantojmë programin para qytetarëve tanë dhe ata ta vlerësojnë. Për neve, sa na përket neve, Zoti Hoti është një nga personalitetet më të spikatëra të vendit për shkak se është dëshmuar në politikat fiskale, gjë që mas shumë t'i duhet këtij vendi një stabilitet ekonomik, pastaj stabiliteti ekonomik është baza për zhvillimin e përgjithshëm të vendit. Zoti Ilazi? Besoj që ajo çfarë qytetarët e Kosovës kanë kërkuar është një qeveri e aftë me kapacitet për të marrë vendime të mëdha në interes kombëtar, në interes të vendit, për të avancuar të ardhmen
atlantike të Republikës së Kosovës. Projekti i integrimit euroatlantik i Kosovës është projekt që ka përkraje dominuese tek gjithë qytetarët e Kosovës. Prandaj, ekipi udhëheqës, të cilin e prezanton koalicioni PDK-AAK, Nisma, është një ekip i cili jam i bindur që është i aftë dhe ka kapacitet për të marrë këto vendime të mëdha. Dhe qytetari do të gjykojë këtë, konsideroj mendim qëshor, ndërsa për performancën duhet presim të japim mundësi qeverisë së ardhshme që të tregoj vetëm për thash janë vendime të mëdha që na presin për të avancuar procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, liberalizimi i vizave, aplikimi për antarësim, kthemelimi i ushtrisë së Kosovës, avancimi i marrëdhënieve me NATO-n, këto janë vendime qendrore në procesin e shtetformimit. Duhet të kalojmë nga vendnumërimi në një fillim të ri të vendimarrjes kombëtare dhe ky fillim i ri më së miri ofrohet nga një ekip udhëheqës që mund të marrë vendime të mëdha për vendin. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Fakt Plus. Faleminderit ju. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj, ju edhe më tej vazhdoni të qëndroni me programet që ju ofron Tribuna Channel. Pas pak ju pret pas ditë në tribun me mirëjetën, mirupafshim.